Në një zhvillim të rëndësishëm për sigurinë ushqimore në Shqipëri, drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Tiranë, Fation Pasholli, i është kërkuar dorëheqja, e cila është dorëzuar më 4 prill 2025. Pas dorëheqjes, ai nuk ka dhënë asnjë koment në lidhje me arsyet e largimit të tij, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë ka nxjerrë një urdhër të datës 7 prill, duke konfirmuar ndërprerjen e marrëdhënies së punës me Pashollin. Përmes këtij urdhri, i cili mban firmën e drejtorit të përgjithshëm të komanduar të Ministrisë së Bujqësisë, Manush Kullolli, është bërë e ditur se Alketa Hoxha, e cila ka mbajtur postin e drejtoreshës juridike të AKU, do të mbajë detyrën e drejtoreshës së këtij institucioni në vend të Pashollit. Ky ndryshim ka ardhur pas një serie ngjarjesh që kanë ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë ushqimore në vend. Viti 2025 ka nisur me një sër ngjarjesh që kanë vënë në pikë pyetje cilësinë dhe sigurinë e ushqimit të disponueshëm për konsumatorët shqiptar. Mes këtyre ngjarjeve janë disa raste të kontaminimit të produkteve që janë hedhur në treg në disa qarqe të vendit. Rasti i parë që ka shkaktuar shqetësim të madh ishte ai i mandarinave shqiptare, të cilat ishin kontaminuar me pesticide të rrezikshme. Këto mandarina që u kthyen nga një vend tjetër dhe ishin deklaruar të asgjësuara, u shpërndan në treg duke rritur pasigurinë tek konsumatorët. Më pas, një tjetër rast i rëndësishëm u shfaq kur u identifikua peshku i kontaminuar me parazit. Ky ishte një tjetër alarm për shëndetin e qytetarëve, ndërsa më vonë, ngarkesa e 8 tonë mishit me salmonel e ardhur nga Brazili u shpërndan në tregun shqiptar përderisa një pjesë e këtij mishi u shit. Për të kompletuar pasqyrën e këtyre shqetësimeve, gjatë muajve të fundit janë raportuar edhe ngarkesa me luleshtrydhe të cilat janë kontaminuar me pesticide të rrezikshme. Kjo ka sjellë një tjetër alarm për shëndetin e konsumatorëve, pasi këto produkte përbënin një rrezik të drejtë për sigurinë ushqimore. Këto raste kanë krijuar një pasqyrë shqetësuese për sigurinë ushqimore në vend dhe kanë ngritur pikpyetje për mekanizmat e kontrollit dhe monitorimit të produkteve që hyjnë në treg.